Në një vend ku heshtja ka zë më të fuqishëm se fjala dhe hijet lëvizin më shpejt se drejtësia, rrugët e Shqipërisë janë kthyer në skena krimi ku çdo atentat është një thirrje pa përgjigje. Nga janari dhe deri në qershor, vendi është tronditur nga një seri vrasjesh të egra, të koordinuara me saktësi kirurgjikale dhe të lëna në errësirë, sikur autorët ishin fantazma të cilat zhduken pa lënë gjurmë. Plumbat nuk kanë goditur vetëm viktimat, por edhe sigurinë publike, duke mbjellë frikë, pasiguri dhe një ndjenjë të thellë pafuqie në çdo qytet. Çdo emër i vrarë mbart me vete një histori të ndërprerë, një mister të pasgjidhur dhe një paralajmërim të heshtur se dhuna po bëhet gjuhë e zakonshme, e pandëshkuar dhe krimi gjithnjë më i sofistikuar ka filluar të shkruajë rregullat e veta. Me një maskë në fytyrë dhe i kamufluar si shpërndarës picash, autori i kësaj ngjarje ende i pa identifikuar nga policia e Tiranës e kishte përgatitur me kujdes sulmin. Ai e priti Bujar Nasufin në hyrjen e pallatit ku 56 vjeçar jetonte prej vitesh së bashku me familjen e tij. Pallati ishte ndërtuar vite më parë nga vetë Bujari, i ati dhe i vllai, si pjesë e një marrëveshje për të qëndruar të afërt me njëri tjetrin në një zonë që ata e konsideronin të sigurt dhe familjare. Mbrëmja e së dielës së 12 janarit nisi pas një shenjë paralajmëruese. Rreth orëve të vona, vllai i Bujarit për rastësi mbriti i pari pranë pallatit me automjetin e tij në zonën e Selitës në kryeqytet. Kamera sigurie në lagje kishin regjistruar lëvizjet e një personi të dyshimt që ndodhej pranë banesës. Ai qëndronte i fshehur duke ruajtur çdo lëvizje, me qetësi të ftohtë dhe sjellje që tregonin qartë se priste dikë specifik. Pak minuta më pas, në po të njëjtën rrugë u shfaq edhe Bujar Nasufi bashkë me bashkëshorten e tij. Ai po drejtonte automjetin dhe sapo kishte afruar makinën për të parkuar pranë hyrjes së ndërtesës. Në atë moment, autori u afrua me shpejtësi pas zbritur nga motocikleta dhe qëlloi direkt me armë zjarri në praninë e gruas së tij, duke e lënë të vdekur në vend. Plumbat e qelluar nuk i lanë asnjë mundësi mbijetese. Copat e xhamit të makinës u përhapën në asfaltin e lagësht, dëshmi e dhunës së papritur dhe brutale që ndodhi brenda pak sekondash. Pas kryerjes së atentatit, autori dyshohet se u largua me një motocikletë të zezë drejt zonës së Selitës. Një ditë më vonë, policia gjeti një motocikletë të djegur në zonën Kodrat e Sharrës. Ajo u sekuestrua dhe u dërgua për ekspertizë në përpjekje për të zbuluar ndonjë gjurmë që mund të çonte drejt identifikimit të autorit. Pranë mjetit u gjet edhe arma e krimit, një automatik i shkurtër, i cili gjithashtu ishte dëmtuar nga zjarri, por u mor nga ekspertët për analizim të mëtejshëm. Hetimet paraprake të kryera nga policia e Tiranës kanë ngritur dyshime të forta se kjo vrasje mund të ketë lidhje me konflikte të brendshme në familje, konkretisht për çështje pronësie me antar të tjerë të fisit. Megjithatë, autoritetet nuk e kanë përjashtuar mundësinë e pistave të tjera, të cilat po verifikohen në vazhdim. Pallati ku jetonte Bujar Nasufi njihej në lagje me emrin Kulla Ferdinand, një emërtim që lidhej me Mobilerin Ferdinand, një biznes në likuidim që Bujari e kishte së bashku me vëllain e tij. Edhe kjo punishte ndodhej jo shumë larg vendbanimit të tyre, duke shtuar dyshimet se ngjarja mund të kishte lidhje me problematika të trashëguara. Në fillim të muajit maj, hetuesit zbuluan një provë të re dhe të rëndësishme, e cila mund të ndihmonte ndjeshëm në zbardhjen e vrasjes së biznesmenit Bujar Nasufi, i cili u ekzekutua në mënyrë të ftohtë pranë banesës së tij në zonën e Selitës. Kjo provë e konsideruar e qenësishme nga grupi hetimor, i dha një drejtim të ri dosjes që deri atëherë kishte qëndruar në ngërç për shkak të mungesës së identitetit të autorit. Bëhej fjalë për një dorez gjysmë të djegur e gjetur pranë një prej tuneleve në zonën e kombinatit, pikërisht aty ku autori kishte djegur motocikletën që kishte përdorur për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Dyshohej me forcë se kjo dorez ishte përdorur nga ekzekutori për të shmangur lënien e gjurmëve të kishtave në timonin e mjetit, i cili pas krimit ishte gjetur i shkrumbuar në një përpjekje të qartë për të zhdukur çdo provë që mund ta lidhte atë me vrasjen. Megjithatë, ndonë se zjarri kishte dëmtuar rënd objektet përreth, një detaj papritur doli në dritë në njërin prej dorezave të djegura, u izolua material biologjik, i cili më pas u analizua dhe u përdor për të përftuar një profil të ADN-s. Ky zhvillim i ri përbënte një përparim domethënës për hetimin. Profili i ADN-s
u dërgua menjëherë për krahasim në bazën e të dhënave të Interpolit, me shpresën se mund të përputhej me ndonjë person të mëparshëm të skeduar për krime të rënda ndërkombëtare. Paralelisht me hetimet ndërkombëtare, autoritetet shqiptare kërkuan edhe një autorizim gjykate për të kryer krahasimin e ADN-s së gjetur me atë të një gruaje nga Përmeti, nënë e 2 vëllezërve që ishin në qendër të një konflikti të njohur për pronësi me viktimën. Sipas të dhënave hetimore, babai i tyre kishte shitur dikur një pronë në emër të Bujar Nasufit, çka kishte shkaktuar tension dhe mosmarrëveshje të ashpra mes familjeve. 2 vëllezërit ishin persona me precedent penal jashtë vendit. Autoritetet kishin konfirmuar se ata ishin të skeduar në Spanjë për përfshirje në trafik ndërkombëtar të kokainës, çka i shtonte edhe më shumë dyshimin për përfshirjen e tyre në organizimin ose urdhërimin e ekzekutimit të biznesmenit. Ky zhvillim i fundit me profilin e ADN-s dhe lidhjet e mundshme me personat e dyshuar i dha një shtys të re dosjes së vrasjes së Bujar Nasufit. Për herë të parë që nga dita e krimit, hetuesit kishin në dorë një provë konkrete dhe një pistë të qartë për të ndjekur. Ndërsa krahasimet e ADN-s dhe hetimet e mëtejshme vazhdonin, autoritetet shpresonin që shumë shpejt të arrinin në identifikimin e autorit të vërtet dhe të hidhnin dritë mbi prapaskenat e kësaj ngjarje të rëndë që tronditi opinionin publik. Saga e gjatë dhe e përgjakshme akmarrjes mes 2 fisëve të njohura të zonës së Rëshenit, Bardhi dhe Reçi, kishte vijuar të dertë gjak edhe pas 3 dekadash përplasje. Konflikti mes këtyre 2 familjeve që e kishte zanafillën në vitet 90, vjonte të shkaktonte viktima dhe tensione në zonë, duke u kthyer në një plagë të hapur për komunitetin dhe institucionet e drejtësisë. Mbrëmjen e 13 janarit 2025, konflikti i vjetër mori një tjetër jetë. Kristian Marku, i njohur edhe me emrin Kristi Bardhi, një 30 vjeçar nga fisi Bardhi, u ekzekutua ndërsa udhëtonte me automjetin e tij në drejtim të qytetit të Vlorës. Sipas të dhënave të para të hetimit, pista kryesore ku përqendruan hetuesit ishte ajo e hakmarrjes së hapur mes 2 fisëve, që ndër vite kishte sjellë dhjetra të plagosur dhe disa të vrarë në të 2 krahët. Policia ndërhyri menjëherë me bastisje në Rëshen, duke kontrolluar banesat e familjarëve të Kastrio të Reçit, emër i njohur në konfliktin ndërfisnor. 4 antarë të fisit Reçi, mes tyre Sajmir dhe Martin Reçi, u shoqëruan dhe u morën në pyetje në ambientet e policisë, por të gjithë mohuan kategorikisht të kishin lidhje me atentatin ndaj të riut. Ishte pikërisht Sajmir Reçi, një nga të shoqëruarit, që kishte shpëtuar nga një atentat i mëparshëm i kryer në vitin 2023, ku dyshohej se autori i sulmit kishte qenë vetë Kristian Marku. Sipas burimeve të afërta me grupin hetimor, atentati ndaj Markut ndodhi në aksin Fier-Vlorë, konkretisht në afërsitë të mbikalimit të Novoselës, pas ditën e 13 janarit. Dyshohej se autorët, të cilët sipas burimeve ishin 3 persona, i kishin zënë prit viktimës. Informacionet e siguruara tregonin se atentatorët e kishin vëzhguar që më herët dhe e kishin ndjekur me një mjet tjetër nga një distancë afërt. Sapo u siguruan se kishin arritur vendin e përshtatshëm për sulm, ata hapën zjarr ndaj makinës ku ndodhej 30 vjeçari. Viktima u qellua me breshëri armësh, ndërsa ekspertët e balistikës konfirmuan se ishin përdorur të paktën 13 fishek që besoi se i përkisnin një armë pistolet ose një automatik të vogël tip Shars. Nga të shtënat, Kristian Marku mori 3 plumba në trup, ndërsa automjeti që ai po drejtonte humbi kontrollin, duke u përplasur disa herë me trafikndarësin dhe përfundimisht ndaloi disa metra më tej. Pas atentatit, autorët u larguan nga vendngjarja me shpejtësi dhe rreth 1 kilometër më larg në një zonë të pabanuar, doqën automjetin tip Volkswagen Golf që kishin përdorur për ndjekjen dhe sulmin. Hetuesit konfirmuan se makina ishte me targa të vjedhura, ndërsa brenda saj nuk u gjet as arma e krimit, çka sugjeronte një nivel të saktuar përgatitje dhe planifikimi. Policia ndërmori një sër veprimesh hetimore në terren, u sekuestruan pamjet e kamerave të sigurisë të një karburanti pranë vendit të ngjarjes, si dhe u kontrolluan kamerat përgjatë gjithë autostradës Fier-Vlorë. Për më tepër u ngritën pika kontrolli në hyrje të qytetit të Vlorës, ku u ndaluan dhe u kontrolluan me 10 automjete. Kontrolle u ushtruan edhe në fshatrat përreth, përfshirë Novoselën dhe Panajën.
në përpjekje për të zbuluar ndonjë gjurmë që mund të çonte në identifikimin e autorëve. E kaluara kriminale e Kristian Markut dhe përfshirja e tij në një konflikt të hershëm dhe të përgjakshëm mes dy fisëve të njohura në Rëshen, Bardhi dhe Reçi, e kishte kthyer emrin e tij në një pikë referimi për grupin e timor që po analizonte pistën e mundshme të akmarrjes. Hetuesit kishin thelluar kërkimet duke ju rikthyer ngjarjeve të fundit kriminale që lidheshin me dy familjet dhe shumë shpejt u bë qartë se gjurmët e vrasjes së Markut nuk mund të shkëputeshin nga historia e përgjakshme që po zgjaste prej afro 30 vitesh. Kristian Marku, i cili njihej edhe me mbiemrin Bardhi, ishte nipi i Martin Bardhit, një tjetër viktime e kësaj sage gjakmarrje, i cili ishte ekzekutuar më 26 shtator të vitit 2023 në një atentat të drejt në lokalin e tij në Rëshen. Ky atentat ndodhi vetëm pak orë pasi Martin Bardhi kishte dalë nga burgu. Në atë ngjarje, përveç vrasjes së tij, mbetën të plagosur edhe Indrit Bardhi, Ilir Bardhoku dhe Olti Gjini, të gjithë personat të afërt me familjen Bardhi. Kjo goditje, e cila u konsiderua një ndër ngjarjet më të rënda të vitit në Mirdit, ndezi edhe më shumë konfliktin mes dy fisëve. Përveç lidhjes familjare me viktimat më parshme, Kristian Marku kishte patur edhe vetë probleme me ligjin. Në mars të vitit 2023, ai ishte skeduar nga policia si personi dyshuar për një atentat të mbetur në tentativë ndaj Sajmi Reçit, nipit të Kastriot Reçit, i cili vetë ishte vrarë me snajper në janar të vitit 2020 në qendër të Rëshenit, në një atentat që tronditi opinionin publik. Sipas dosjes hetimore të vitit 2023, Marku akuzua për vrasje me dashje në bashkëpunim, e mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje e armëve të zjarrit dhe municionit luftarak. Ai ishte ndaluar dhe marrë në pyetje, por për shkak të mungesës së provave konkrete, hetimi ndaj tij u mbyll pa arritur në konkluzione të plota dhe për rrjedhoi ai rifitoi lirinë. Kjo çështje, ndonëse zyrtarisht u mbyll, vazhdoi të rëndonte mbi figurën e tij dhe të shërbente si një element tensionues në përplasjen mes fisëve. 6 muaj pas lirimit të tij, Marku t'u vra xhaxhai, Martin Bardhi, në rrethana që përforcuan dyshimet për një cikël hakmarrjesh që po vijonte me intensitet. Ekzekutimi i Kristianit në janar të vitit 2025, vetëm pak muaj pas atentatit ndaj xhaxhait të tij, përforcoi pistën e hetuesve se kishte të bënte me një vijimësi të zinxhirit të gjakut, ku çdo ngjarje lidhte të kaluarën kriminale me të tashmen e përgjakur të këtij konflikti të pazgjidhur. Mëngjesin e 24 janarit 2025, 48 vjeçari Lulzim Visha, i cili punonte si postier në një kompani private postare me emrin Postman, u gjeti vrarë brenda makinës së punës së tij në fshatin Zallëmner, një zonë që ndodhej mes Kamzës dhe Institutit në Tiranë. Ai kishte marrë automjetin e kompanisë, të cilin e merrte shpesh me veten në shtëpi për të kryer detyrat e përditshme, dhe sa po kishte hipur në të, një grup persona shende të pa identifikuar e qelluan me armë zjarri. Vrasja ndodhi në mënyrë të shpejtë dhe brutale. Autorët përdorën një pistolet me silenciator, duke i shkaktuar lulëzimit plagë të shumta që e lanë atë të vdekur menjëherë në vend. Plumbat përfshin kryesisht xhamin e përparëm të makinës, duke bërë atë shosh. Ngjarja tronditi banorët e zonës, ndërsa një prej tyre, duke vënë re makinën e shkatëruar dhe trupin e 48 vjeçarit brenda saj, telefonoi menjëherë polici në orën 7:40 të mëngjesit. Policia mbërriti shpejt në vendngjarje ku konstatoi se Lulzim Visha ndodhej i shtrirë në sediljen e shoferit, i vrarë dhe i mbuluar nga gjurmët e të shtënave me armë. Automjeti i kompanisë Postman qëndronte i braktisur në rrugën Shën Stefani në fshatin Zallëmner, një vend që deri në atë moment kishte qenë i qetë dhe pa ngjarje të tilla të rënda. Hetuesit nisën menjëherë procesin e sigurimit të vendit të krimit dhe sekuestruan prova të ndryshme, duke përfshirë mbetjet e plumbave dhe xhamat e thyer. Megjithatë, deri në atë çast, autorët e ngjarjes mbeteshin të pa identifikuar dhe pas një gjurmë të qartë, pasi përdorimi i pistoletës me silenciator tregonte për një nivel profesionalizmi dhe përgatitjeje nga ana e kriminalëve. Hetimet e para vihen në fokus për të kuptuar motivet e kësaj vrasjeje, duke u nisur nga aspektet personale, profesionale
dhe ndonjë konflikt i mundshëm që mund të ketë patur viktima në jetën e tij private ose gjatë punës. Lulzim Visha, postieri 48 vjeçar që u vra më 24 janar në Kamëz, dyshoi se ishte përfshirë në konfliktet e fundit me një personazh me të shkuar kriminale, Ervis Lamin. Hetuesit u fokusuan në këtë pistë si një motiv i mundshëm për vrasjen, e cila ndodhi brenda makinës së kompanisë postare private ku punonte viktima, shumë pranë banesës së tij, teksa sapo po nisej për në punë. Konflikti mes tyre, sipas burimeve nga hetimet, kishte nisur disa muaj më parë dhe lidhej me çështje prone, ndërsa hetuesit po kërkonin më shumë detaje për përplasjen. Ky konflikt i freskët i çoi efektivët drejt shtëpisë Ervis Lamit, ku zhvilluan një kontroll të detajuar, megjithëse ai vetë nuk u gjet aty. Në një ambient pranë banesës së tij, policia zbuloi një armë zjarri automatike me silenciator, e mbushur me 15 fishek, si edhe një sepat, një thik dhe një klëv pistolete tip Glock. Në oborin e banesës u gjetën edhe 4 gëzhoja arme. Për këto prova, policia shpalli në kërkim 31 vjeçarin Ervis Lami dhe arrestoi kushëririn e tij, Eduard Lamin, me dyshimin se armët i përdornin të dy. Të gjitha armët u dërguan në laboratorin e policisë shkencore për ekspertizë, në përpjekje për të zbuluar nëse ato ishin përdorur në ngjarje kriminale të tjera. Lulzim Visha u qellua me një pistolet me silenciator, ndërsa makina tip Porsche e autorëve u gjetë e djegur në zonën e Zallherrit bashkë me armën e shkrumbuar. Kjo dëshmoi profesionalizmin dhe përgatitjen e autorëve për të fshirë gjurmët pas krimit. Megjithatë, këto të dhëna që orientuan hetuesit ndaj pistës së konfliktit mes Ervis Lamit dhe Lulzim Vishës, policia nuk përjashtoi mundësinë e një hakmarrje familjare. Kjo bazuar edhe në historikun e familjes Visha, ku vëllai të ndjerit Besnik Visha kishte vrarë një polic në vitin 1997, ngjarje që mund të kishte ndezur një konflikt të gjatë mes familjeve. Vrasja e 20 vjeçarit Pavlim Preka mbeti një mister i thellë që tronditi komunitetin lokal. Ngjarja ndodhi në oborin e banesës së tij, ndërsa autorët mbetën ende të panjohur. Policia vendore e Shkodrës ndërmori një operacion intensiv dhe deri atëherë kishte shoqëruar rreth 20 persona, kryesisht komshi, shtetës që mund të kishin njohuri për viktimën, apo edhe persona të tjerë që njiheshin si problematik në zonë. Të gjithë këta u morën në pyetje me shpresën për të nxjerrë në pa ndonjë informacion të vlefshëm, por ende nuk ishte identifikuar asnjë autor i dyshuar. Pavlim Preka jetonte mes Dukagjinit dhe Guçis, së bashku me babain dhe vëllain e tij, ndërsa merreshin me bagëti në atë zonë rurale. Familjarët e tij deklaruan se nuk kishin asnjë ide se kush mund të ishte autori, pasi nuk ishin në dieni të një konflikti apo përplasje që viktima mund të kishte patur. Pavlini jetonte vetëm në banesën e tij, por ushqehej shpesh tek familja e xhaxhait, Nikol Preka, i cili kishte një marrëdhënie shumë të afërt me të. Ishte pikërisht xhaxhai Pavlinit, Nikol Preka, ai që zbuloi trupin e pajet të nipit të tij. Ai kishte telefonuar disa herë Pavlinin për ta ftuar për drek, por pasi nuk mori përgjigje, vendosi të shkonte vetë në banesën e tij, duke menduar se nipi ndoshta ishte në gjumë. Kur mbërriti atje, e gjeti Pavlinin të shtrirë në obor me dyshimin se ngjarja kishte ndodhur disa orë më parë. Burimet konfirmuan se viktima kishte një plag me armë zjarri në gjoks, e cila i shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Xhaxhai njoftoi menjëherë policinë, e cila nisi hetimet intensive për zbardhjen e ngjarjes. Megjithatë, deri në atë moment nuk kishte asnjë pistë konkrete apo dyshim të qartë për autorin e këtij krimi të rënd, duke lënë ngjarjen në një fazë të paqartë dhe misteri rreth saj vazhdoi. Më 17 prill vendi u trondit nga një atentat i rënd i cili u regjistrua në Lezhë. Në këtë ngjarje u ekzekutua babai i Rohan Brahimit, Gjovalim Prendi, një burr 64 vjeçar i njohur në zonë. Dyshohej se autorët ishin 3 persona, nga të cilët 2 prej tyre zbritën nga makina dhe hyn në lokal, ku qelluan viktimën me armë zjarri. Lokali i tij ndodhej në Llan të Lezhës dhe atentati shkaktoi panik dhe tronditje të madhe në komunitetin lokal. Forcat e rendit nisën menjëherë hetimet për kapjen e autorëve dhe zbardhjen e motivit të kësaj ngjarje të rëndë. Në këtë kontekst,
u ngrit pyetja për lidhjen e Rohan Brahimit me përplasjen e tij të bujshme me Ervis Martinajn, një personazh i njohur si bosi i lojrave të fatit në Shqipëri. Ervisi ishte zhdukur që nga gushti i vitit 2022 dhe për fatin e tij nuk kishte asnjë informacion të qartë. Konflikti mes dyshes kishte marrë përmasa serioze duke përfshirë kërcënime dhe mosmarrëveshje të shumta, të cilat kishin rënduar situatën në zonën ku ata vepronin. Ky konflikt u bë një nga faktorët kryesor që nxiti dhunën dhe përplasjet mes grupeve të ndryshme kriminale. Mbrëmjen e 9 majit 2024, Rohan Brahimi, i njohur edhe si Sidorel Prendi dhe me origjinë nga Plana e Lezhës, u ekzekutua me armë zjarri në Athinë. Ngjarja ndodhi në sy të gruas dhe djalit të tij, duke lënë pas një atmosferë tmerri dhe dhimbje të madhe në familje. Atentati i tij ishte pjesë e një lufte mafioze që vazhdonte të përshkallëzohej. Ekzekutimi i tij theksoi rrezikun dhe tensionet që mbizotronin në zonën e ndikimit të tij dhe solli një valë reagimesh nga autoritetet dhe komuniteti ndërkombëtar. Se kush fshihet pas atentatit të Rohan Brahimit nuk dihet, por dyshohet se është porositur nga ushtarët e Ervis Martinajt për hakmarrje. Pasi Ibrahimi dyshohet se ishte ai që porositi vrasjen e Brillant Martinajt, kushëririt të Ervis Martinajt. Armisia duket se nisi vite më parë ku Brahimi, apo siç njihej ndryshe Sidorel Prendi, u dhunua dhe u denigrua nga Brillant Martinaj. Thuhet se ai i urinoi në fytyrë, akt ky që Rohani nga Plana e Lezhës nuk e harroi kurrë. Ngjarja ndodhi për një borxh bixhozi të cilin Brahimi nuk e shleu. Ylli Brahimi në rreth miqësie me Brahimin e dërgoi atë në një nga bazat afër fushkuqes, ku ishin Ervis Martinaj dhe njerëzit e tij të besuar. Me daljen e tij gjallë nga aty, aso kohë thuhet se Rohan Brahimi paralajmëroi ylli Brahimin, nuk ta fal kurrë atë që më ke bërë. Brahimi u bë i dyshuar për disa atentate të bujshme, mes tyre edhe masakra e Fushkrujës ku u vran Besmir Hoxha, Brillant Martinaj dhe Dikler Vata. Ngjarja ndodhi më 17 korrik të vitit 2022 dhe dyshohet se atentati u porosit dhe u organizua nga Rohan Brahimi për eliminimin e Brillant Martinajt, kushëririt të Ervis Martinajt. Më 22 korrik 2022 në Milot u organizua një atentat ndaj ylli Brahimit, krau i djathtë i Ervis Martinajt, ku mbeti i vrarë Klisman Preçi. Edhe për këtë ngjarje, Brahimi u dyshua si organizator. Rohan Brahimi dyshohet të ketë lidhje edhe me vrasjen e Gentian Bejtjes më 15 mars 2024 në Larushk të Krujës. Një nga personat e arrestuar nga policia si transportues i vrasësve, Ilir Beqaraj, rezulton të ketë lidhje miqësore me të, konkretisht punat me Rohan Brahimin. Ky i fundit në bashkëpunim me grupin e Niklës ka dyshime të forta se kanë bashkëpunuar për të kryer këtë atentat, e po ashtu dyshohen të përfshirë edhe në disa ngjarje të fundit të ndodhura në Kurbin dhe në Lezhë. Ata mendohet të kenë qenë financues dhe organizator për të goditur grupin rival të Ervis Martinajt. Për vrasjen e Gentian Bejtjes, dyshohet se u pajtuan qitës nga Vlora. Brahimi u largua nga Shqipëria dhe u vendos në Dubai. Megjithatë, më 9 maj 2024, ai u vra në Athinë nga 2 persona të maskuar me motor, ndërsa ishte me partneren dhe djalin e tij të mitur. Më 27 prill, qyteti i Vlorës u trondit nga një vrasje mes fond mafioz që la pas një gjurmë të fortë në komunitet. Viktim u bë 58 vjeçari Renato Hoxhaj, i cili nuk kishte lidhje me krime të përsosura apo të fshehta, por u ekzekutua në mënyrë brutale dhe të hapur. Ngjarja ndodhi rreth orës 6 të mëngjesit, ndërsa Renato po kthehej në shtëpinë e tij. Ai u godit nga afër me armë zjarri tek shkallët në hyrje të banesës. Renato mori 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në trup. Ngjarjen e dëgjoi bashkëjetuesja e tij, e cila u trondit kur e pa të vrarë dhe lajmëroi menjëherë policinë. Vrasja ndodhi në lagjen Hajro Çakëri në Vlorë, pranë banesës ku Renato jetonte dhe punonte prej 5 vitesh si roje në një objekt në ndërtim që ndodhej në afërsi.
Hetimet e mëtejshme zbuluan se një i ri nga Tropoja, djali i ish-deputetit Xhevdet Mehmetaj, dyshohej se kishte ndihmuar autorët duke siguruar makinën që u përdor në atentat. Edhe pse ai mohuaj për fshirje në krim, provat e gjetura në telefonin e tij treguan lidhje të qarta me ngjarjen. Kjo përfshirje e mundshme e një personazhi të njohur politik e bëri situatën edhe më të ndërlikuar dhe ngriti dyshime për sfondin mafioz të vrasjes. Hetimet vazhduan me intensitet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përkapjen e autorëve të këtij atentati brutal, i cili hapi një kapitull të ri të errët në historinë kriminale të Vlorës. Mehmetaj rezulton të ketë patur kontakte të ngushta me Roam Brahimin, një emër të njohur në qargjet kriminale dhe i përfshirë në përplasje me Ervis Martinajn. Roam Brahimi u vra në maj të vitit 2024 në Athinë, ngjarje që tronditi komunitetin dhe përforcoi dyshimet për një konflikt të thellë mes bandave rivale. Mëtej, në këtë seri ngjarjesh kriminale, baba i Brahimit, Gjovalim Prendi, u vra më 17 prill në Lezhë. Kjo ngjarje duket se është pjesë e një zinxhiri hakmarrjesh që po zhvillohen në nivele të ndryshme, duke nxitur një spirale dhune që po ndjek lidhje mes grupeve të ndryshme kriminale. Sipas hetimeve të policisë, Mehmetaj kishte bler makinën që u përdor në krim në emër të një të moshuare nga Vlora. Pas kësaj transaksioni, qëndronte Alessio Dobrozi, një person i shpallur në kërkim për atentatin ndaj Brillant Martinajt, një tjetër emër i njohur në botën e krimit. Ky fakt shton kompleksitetin dhe thellon dyshimet se ngjarjet janë pjesë e një rrjeti kriminal shumë të organizuar. Burimet zyrtare pohojnë se pas këtij zinxhiri ngjarjesh qëndron një grup i fuqishëm kriminal me bazë në Dubai. Mehmetaj kishte publikuar edhe foto nga Dubai pak para ngjarjes së rënd, çka mund të lidhet me aktivitetet e këtij grupi. Në lidhje me ngjarjen kryesore, autori vrasjes, i identifikuar tashmë si një shtetas rumun me precedent penal, priti për rreth 90 minuta në hyrje të pallatit ku banonte Renato Hoxhaj. Kur viktima doli, ai u qellua me 2 plumba në kokë dhe 1 në trup, duke humbur jetën menjëherë. Pamjet filmike të siguruara nga hetuesit tregojnë autorin e qetë me maskë dhe kapele, si dhe me veshje të pazakontë për stinën, një zgjedhje e qëllimshme për të shmangur identifikimin. Një nga pistat më të forta që po hetohen nga policia është se Renato Hoxhaj mund të ketë qenë informatori një bande të fuqishme në Vlorë. Ai rezulton fqinj me familjen Sinomati, ku më parë u vra gëzim Sinomati me snajper, një tjetër vrasje e pazbardhur që ka tronditur komunitetin lokal. Burime nga policia nuk përjashtojnë mundësinë që Hoxhaj të ketë patur dieni për vrasjet e mëparshme, ka mund të kenë qenë shkak për likuidimin e tij. Më 20 maj të vitit të kaluar, pak pas mesnatës, në lagje numër 18 të qytetit bregdetar të Durrësit, ndodhi një ngjarje e rëndë që tronditi komunitetin lokal dhe futi në alarm organet e rendit. Ermir Dedja, një 29 vjeçar me një histori të gjatë në botën e krimit, antar i njohur i grupit kriminal të Shiakut, të njohur si Avdylajt, u qellua për vdekje në mënyrë brutale. Ai po ecte në këmbë pranë një qendre shëndetësore i veshur me kostum sportiv kur u godit nga plumbat e autorëve. Ngjarja e papritur tronditi rrugën dhe nxiti reagimin e menjëhershëm të policisë dhe shërbimeve të emergjencës. Pavarësisht përpjekjeve për t'i dhënë ndihmën e parë, Ermir Dedja humbi jetën në vend. Në ditët që pasuan, hetimet nisën me intensitet të lartë. Sipas burimeve zyrtare, policia ndërmori një hetim të thelluar duke marrë në pyetje plot 13 persona, mes të cilëve edhe nënën e viktimës, pasi babai i tij nuk ishte më në jetë. Gjithashtu u pyetën familjar të afërt dhe një grup shoqëror që mund të kishin ndjeni për jetën personale dhe konfliktet e mundshme të Dedjes. Hetuesit kërkonin të kuptonin nëse Ermir Dedja kishte konflikte të papërfunduara ose armiqësi që mund të kishin çuar deri në vrasje. Në bazë të dhënave të mbledhura u arrit të përcaktohej me saktësi dinamika e ngjarjes. Vrasja kishte ndodhur si pjesë e një atentati të mirë planifikuar ku autori apo autorët kishin pritur për momentin e duhur për të qelluar. Motivet e vrasjes mbeten ende subjekt hetimi, por 2 pistat kryesore që po ndiqen ishin prishja e pazareve të drogës dhe hakmarrja. Këto 2 mundësi lidhen ngushtë me aktivitetet kriminale të Dedjes dhe një histori të gjatë përplasje në botën e krimit që datonte nga vitet 2015 dhe 2017.
Në vitin 2015, Dedja kishte qenë pjesë e një rasti të rëndësishëm ku u arrestua për shitje të lëndës narkotike. Ai I kishte shitur drogë një grupi që kishte planifikuar trafikimin e saj në Kosovë përmes pikës kufitare të Morinës. Ky rast kishte tronditur marrëdhëniet në rrjetet kriminale në atë periudhë dhe kishte krijuar armiqësi të forta. Më pas, në vitin 2017, Dedja u arrestua sërish, këtë herë në akuzën e përkrahjes ndaj Ismail Nureddinit, një person I përfshirë në një plagosje të rëndë në Shijak. Në përpjekje për të zbardhur gjithë ngjarjen, policia arriti që brenda 2 ditëve të identifikonte dhe shpalte në kërkim 2 persona, një shqiptar dhe një marokien, të dyshuar si organizatorët e vrasjes dhe si ata që kishin siguruar infrastrukturën për atentatin. Sipas hetimeve, këta persona kishin siguruar automjetin që u përdor nga autorët për kryerjen e krimit. Kontrolli në sistemin Teams tregoi se ata e kishin braktisur Shqipërinë dhe ishin larguar drejt Italisë. Mësoi gjithashtu se marokeni kishte futur makinën në territorin shqiptar përmes portit të Durrësit vetëm një ditë përpara kryerjes së vrasjes, duke dëshmuar planifikimin e kujdesshëm dhe logjistikën e mirë organizuar të grupit. Pak më vonë, autoritetet siguruan arrestimin e 2 personave të tjerë, Erion Donit, 36 vjeç dhe Klodian Berishës, 35 vjeç, të cilët ishin përgjegjës për kontrabandimin e 2 automjeteve tip SIT. Një nga këto makina ishte përdorur direkt gjatë vrasjes së Dedjes, ndërsa tjetra ishte planifikuar të përdorej për një ngjarje kriminale tjetër që hetuesit po përpiqeshin të parandalonin. Përveç tyre, në kërkim u shpall edhe 33 vjeçari Giuliano Dërmishi, I akuzuar për sigurim të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen dhe për kontraband mallrash. Gjatë operacioneve, policia sekuestronte makinën tjetër SIT që po përdorej në një ngjarje kriminale të mundshme, duke goditur kështu përgatitjet e mundshme të bandës. Ekspertët e kriminalistikës punuan intensivisht për të marrë prova nga automjeti I djegur në Gërdec, të cilat do të analizoheshin në laborator për të ndihmuar në zbardhjen e rrethanave të vrasjes. Në total, hetuesit identifikuan 5 persona që kishin rolin kryesor në vrasjen e Ermir Dedjes, të gjithë të lidhur me grupin kriminal të Avdylajve në Durrës. Ky rast nxori në pa jo vetëm dhunën e egër dhe përplasjen mes bandave, por edhe kompleksitetin dhe organizimin e lartë të strukturave kriminale që vepronin në rajon. Hetimet vazhduan me shqyrtimin e detajeve të reja dhe pistave të ndryshme, duke mos përjashtuar asnjë hipotezë. Motivet e prishjes së bazareve të drogës apo hakmarrjes vazhduan të jenë kryesore, pasi lidheshin ngushtë me ngjarje të mëparshme kriminale që kishin ndodhur në rajon gjatë viteve të kaluara. Por çfarë ndodh kur e vërteta mbetet në errësirë dhe vetëm kufomat flasin? Kur viktimat heshtin përgjithmonë dhe të gjallët mësojnë të mos pyesin më, çdo vrasje e pazbardhur nuk është vetëm një krim ndaj një individi, por një plag ndaj vetë shoqërisë, një augur I zi që paralajmëron se edhe nesër mund të jetë dikush tjetër. Në mungesë të drejtësisë, nis të mbizotroj ligji I hakmarrjes, heshtjes dhe frikës. Dhe në këtë terr të trash, ku fajtorët ikin pa u parë dhe drejtësia mbetet peng I mungesës së fakteve, lind pyetja që ende nuk ka marrë përgjigje. A do të vijë një ditë kur dora që tërheq këmbëzën të zbulohet, apo kjo luftë e fshehtë do të vazhdojë derisa të harohen edhe viktimat, edhe kriminalët?